Paraja e investitorëve të huaj gjithnjë e më pak po merr kahjen drejt Kosovës. Ngërçi politik dhe zvarritja e formimit të institucioneve po vlerësohen si faktorët kryesor që po dëmtojnë klimën e investimeve dhe po ulin besimin e investitorëve të huaj. Nga lidhja e bizneseve të Kosovës thonë se pas stabilitet politik dhe institucione funksionale, vendi ka të vështirë të konkurojë me shtetet e rajonit për tërheqjen e kapitalit të huaj. Çdo investor që vjen në pasurinë e tyre për të investuar në një shtet të ndryshëm, pikërisht në Republikën e Kosovës, ata pari merren herë me sigurinë politike, me sigurinë e vendit në përgjithësi, pastaj merren me analiza të tjera se çka i ofron, cilat janë feedbackun dhe përfitimet e tyre në Republikën e Kosovës. Dhe kur e shohin që në një republikë si është Kosova si shtet i ri, kur kemi brenda 2 vite pothuajse 3 por zgjedhje parlamentare dhe kjo është shqetësuese dhe jo siguri e mirë dhe jo mesazh i mirë për investorët e huaj dhe ata. Të njëjtin vlerësim e ndan edhe njohësi i ekonomisë Safet Gërgjaliu. Sipas tij, çdo ditë pa institucione funksionale është një ditë e humbur për zhvillimin ekonomik, pasi investitorët kërkojnë siguri dhe vendimarrje të qëndrueshme. Kosovës ju ndal koha, sepse nëse nuk ke institucione, projektet nuk thehen, mundësitë kalohen dhe humbsi do të jetë qytetari i Republikës së Kosovës, derisa vendet e rajonit janë duke avancuar në hapje të kapitujve, janë duke avancuar në partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë duke tërhequr investimet dhe investorët huaj në masë shumë të madhe, në Kosovë një gjë e tillë nuk është duke ndodhur. Në mungesë të stabilitetit institucional, investitorët e huaj po i drejtojnë investime drejt vendeve të rajonit, veçanërisht Shqipërisë, ku klima politike dhe vendimarrja konsiderohen më të parashikueshme.